Po ishte një qatë e dyshim të ty më tanë, se di, ndoshta nuk ka njeri. Çantë e dyshim? Po. Edhe çfarë bëri policia? Policia evakuoi njerëzit në ndërtesa. Evakuon të gjithëve? Po, patjetër. Diçka, përse ju kanë nxjerr ju evakuan nga? Kush ka harrori çantën e nuk e di, më të brave. Me se ishte çanta? A dim që me çfarë çanta? Thjesht më thanë me dal jashtë, kaq. Pse? Për situatë, ta shpjegon polici që po thot, që po na thot jashtë. Nuk e di. U evakuat për sa kohë? 3 minuta, 2 minuta. Shumë shpejt, faleminderit ju. Edhe nga kontrolli me stanja, pa përdorje pasër në lëndët eksplozive, dhe qenë pranë autoritetet policisë për ekzaminimin të ishëm. Sugjeroj dhe ta lëmë situatë normale, presim unën e drejtuesve. Atëre, sa po patë në kuadrin e rritjes masave të sigurisë në autoritetin portual Durrës, apo patë një testim për të parë forcën e autoritetit në parandalimin e ngjarjeve të këtij lloji. Bëm një stimulim i cili zgjati ishit të vetë prezent rreth 10-15 minuta, u evaku të gjithë pasagjerët, erdhi me urgjencë zjat fiksja, qeni i policisë, mjetet teknologjike që ne kemi për zbulimin e këtyre objekteve, ambulanca e gjitha. Kërkoj ndjes të gjithë pasagjerëve, sepse me të drejtë u shqetësuan për një farë momenti, por reagimi i tyre mbasi erdhën nga zona e evakuimit ishte shumë normal, shumë njerëzor, sepse e kuptojnë që këto masa bëhen për rritjen e sigurisë në portin e Durrësit. Falenderoj gjithashtu dhe gjithë pjesëmarrësit në këtë operacion, në këtë test, dhe për hir të vërtetës, në dieni kanë qenë vetëm 2 persona, unë dhe Zoti Ysti. Është një test për forcat tona të sigurisë, në zgjendje jemi, për parandalimin e ngjarjeve të tilla. Siguria portuale, kjo është fjalë e përgjithshme. Atëherë, në përputhje me të gjithë dokumentin për sigurinë e hapësirës detare, atëherë ka një udhëzim të zyrës së kryeministrit për të gjithë ministritë e linjës. Në këtë kuadër, Ministria e Transportit, që është përgjegjëse për sigurinë portuale, specifikisht Ministri i Transporteve, ka rekomanduar autoritetin shtetor të sigurisë portuale, pranë administratës detare, që të bëjë një testim të sigurisë në të gjithë portet e hapur të Republikës së Shqipërisë. Në këtë kontekst, ne do testojmë nivelin e përgjegjshmërisë të forcave të sigurisë së porteve, të cilët janë garant për të gjithë skenarët e mundshëm në një rast si ato që ndodhen jashtë kufive shqiptare. Unë vërejta që strukturat ishin në gatishmëri, për hir të vërtetës këta janë skenar të vështirë, sepse së fundi kemi edhe ndikimin që edhe ju pat tek pasagjerët apo gjithë operatorët portual. Gjithsesi unë e quaj të suksesshëm, sërish edhe unë në emër të autoritetit shtetor të sigurisë portuale kërkoj ndjesë qoftë operatorëve, qoftë edhe pasagjerëve, por së fundi kjo ndjesë shkon në kufit e asaj që ne duhet bëjmë detyrën dhe kjo shkon në të mirë tonë përbashkët, por edhe të pasagjerëve gjithashtu.